Shembull konkret, duhet ta përmendim rregulloren për koncentrimin e mediave. Realisht kanë ndodhur ndryshime të pronësive pa informimin e KPM-s, pra angazhimi jon është që të ngrisim standardin e raportimit dhe të informimit në media, standardin e programeve në media dhe për ta luftuar dezinformimin. Mirë, kallëzoma na një shembull konkret që ti mendon që e keni luftuar në kohën që ti je në KPM. Qysh e keni luftuar? Shembull konkret, duhet ta përmendim rregulloren për koncentrimin e mediave. Ne kemi gjykuar se kjo rregullore mund të ndikojë nëse jo deri në fund, s'paku formalisht. Shpjego ma çka është, shumë i rregullora shko koncentrimi i mediave. Kërkon që mediat t'i bëjnë transparente pronarët e tyre. Pra çdo medium i cili ka licencë në KPM është i obliguar që të tregojë deri në pronarin e fundit se kush është pronari i atij mediumi. Shumë njerëz kishin me pyet, a s'ka qenë gjithashtu, se kur i regjistruan KPM e ki kallëzu pronarin. A s'ka qenë gjithmonë gjithashtu? Duket që s'ka qenë gjithashtu. Qysh është tash? Tash është se duhet të japin informatat deri në fund. Realisht kanë ndodhur ndryshime të pronësive pa informimin e KPM-s dhe për këtë nuk ka pasur sanksione më parë. Hajde qysh e keni rregulluar tash kët? A është ala punë vullnetare, nëse dën pronarit kallëzon, nëse dën s'kallëzon, edhe ti se din që ka ndru. Vazhdon. Shpetash ne nuk jemi të obliguar me ditë gjithçka, po ne jemi të obliguar dhe mendoj që duhet me promovu standardin, e kemi bë me dije, gjitha mediumet, që nuk do të tolerohet që dikush të thrasë telefon dhe të thotë që unë s'jam më pronar i kësaj medie. Kjo mendojmë që është kohë e kaluar. Po mirë, ai as telefon s'ka nevojë me thirr. Hiç, me ndru pronarin. Kemi marrë edhe veprime konkrete, kemi marrëveshje me ARBK-n për këtë aspekt. Kështu që tash edhe nëse ndodh kur shkojnë atje me ndru pronësinë, ata i thonë që nuk mundi me ndru pronësinë pa marrë një vërtetim nga Komisioni i Pavarur Mediave se ju po jeni pronar legjitim edhe doni me ndru pronësinë. Shpjegoje që puna e ARBK-s është Agjencioni për regjistrimin e bizneseve, me cilën paraardhjes tonë nuk ka bashkëpunu KPM-ja, nuk ka pas lidhje direkte. Okej. Çka është tash, çka dallon, çka është ky bashkëpunim me Agjencionin e Regjistrimit të Bizneseve dhe KPM-s? Qëllimi ka qenë që mos mundru pronësia e mediave pa aprovimin e KPM-s. Ideja është që na s'paku me ditë, jo na si KPM, po publiku me ditë se kush është pronar i cilës media. E tash Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve, i cili funksionon kuadër të Ministrisë së Tregtisë. A e din cilat janë lista e mediave? Kanë në regjistrin atje, ku bizneset vetë deklarojnë se janë pronare të mediave ku ta diun. E kanë në listën e aktiviteteve. Ata alarmon ty si KPM Agjencioni? A kush të alarmon? Realisht nuk i ofrojnë shërbim. Kështu që vetë personi është i obliguar patjetër të vinë në KPM, edhe kemi pas raste, bile. Nuk mund të ndrojsh pronësinë nëse nuk e keni lejet KPM-s, a jetu më thonë? Jemi të folë gjithnjë për mediumet të cilat i licencon Komisioni i Pavarur Mediave. E qartë. A mund është do me thonë në ARBK me ndru, apo në Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve, me ndru pronësinë pa e marrë një letër prej KPM-s? Jo, s'munësh. Nuk mund. E çka kontrolloni ju me këtë letër? Kur të vjen pronari i ri i medjes, në për çfarë vettingu ka lënë? Do me thonë, shikohet pak historia, janë kufizimet ligjore, kush mundet me qenë pronare, kush jo. Një farë mënyre... Janë kufizimet besnik ligjore? Po, për shembull, nuk do t'jetë një parti politike, ose një bashkësi fetare, ku ta diune të ngjashme, ose nuk do t'jetë i dënuar, ku ta diune. Gjitha këto... Je i sigurt, shumë më rëndësi, a e lypni ju KPM-ja, një letër që s'është në nëhetime, a e që regjistron medjen? A e lypni qatë leje? E kemi lypë, do me thonë ato e në kushtet të licencimit. Dhe gjitha kushtet që janë të licencimit për herë të parë, kur regjistrohet një radio ose televizion, ato vlejnë edhe për pronarin e ri potencial, i cili dëshiron me marë pronësinë në atë medium. Do me thonë janë kërkesat... Unë nuk jam në hetime. Zene që ka dikush që së në hetime, po është në listën e inteligjencës tonë që është person që merë pare prej shërbimeve të jashtme. Qysh e din ti, si KPM, a e kalon qatë emën, sepse kemi situatën, po folim për situatën që ekziston në Kosovë, po folim për diçka hipotetike. A e kalon qatë emën në për
në për kanalet AKI-s? Jo, tash na duhet më nalte kompetencat tona, po sigurisht nëse ne kemi informacione të tilla, ne do të jemi të kujdesshëm. Mirë po, parimisht, unë po them, lufta e dezinformimit është diçka që duhet të ketë një qasje holistike. Si Komisioni i Parë Media, ne kemi disa kufi dhe i ku mujmë me vepru, po në aspektin tjetër ne po synojmë bashkëpunimet vazhdueshme, sikur që është ky me ARBK-n, po edhe me institucione tjera, aty ku shohim ne që mund të veprojmë dhe mund në çfarëdo mënyre ta reduktojmë dezinformimin ose ta luftojmë deri në fund, ne do të jemi bashkëpunues në atë pikë. Më lejo të them edhe për punën e koncentrimit, se kjo është pjesa e rregullorës pyetje edhe më herët. Domethënë një pronar i një televizioni me karakter generalistik, që quajmë ne, nuk mund të ketë në pronësi 2 televizione. Kjo domethënë arsyeja kryesore ndoshta pse është bërë edhe kjo rregullore, ka qenë që të kemi një lloj kontrolli ndaj monopolit i cili natyrshëm gjen shtrirje sidomos në tregun medial. Më falë që po të vesë, nëse jo një njerëz s'po mujnë ka me pas 2 televizione, e 2 vllazën të familjes njëjta, mujnë me pas 2 televizione? Tashi, është kjo rregulloria ka qenë në konsultim. Do me thonë, me regula, unë e mujnë nëmën vllaut, nëmën të grus, nëmën djalit, nëmën të kushëriut, mujnë me regjistru. Po, të kushërinit, besoj të kushërinit po. Edhe vllaut? Vllaut është, tashi duhet me ba një vlerësim aty, mirë po, megjithatë vllau është ka organizim ta quajmë është tjetër dhe dhe mirë na shqiptarët kena nëse s'bën çështu e kalojmë këtë rregull. Ta mujmë sistemin ty që e ki bo për koncentrim, ta mujmë tu e regjistru në emën të një proksit. Është e qartë që kjo po bëhet gjithkohë në botë. Ne kemi të qartë, domethënë mundësitë manipulative janë të gjera, këto kemi të qartë, domethënë, nuk është se do të mund ta ndalën, për ata isha i kujdesshëm kur thash spaku formalisht tentojmë të ndalëm disa gjëra. Mirë po, unë besoj që rreziku më i madh është përmes tyne proksive që po i përmend, ku në mënyrë të fshehtë dikush... ta shpjegojmë proksin, se unë e ti për përmenim për dim me të supozu që e din këtë bota. Proksi është dikush në emën cilit bot një punë, që ai s'është i vërteti, po mbrapa ti gjinde dikush tjetër. Po, unë mendoj, prandaj këtu është rëndësishme që dhe aktorë tjerë të bëjnë hetimet e duhura, se megjithatë për nga përgjegjësi që kemi, ne nuk kemi institucion hetus në këtë mas. Ne i qesum regullat, i qesum standardet. Jo veç që si një hetus, besni ka herë thuni s'kena kapacitete me i registru, me i vërtetu këto punë, me i bo, as keni kapacitete, se o bo diçka një klishe, s'kena kapacitete. Po, mirë, kapacitetet ka nevojë më rritë, megjithatë nuk duhet të përdoret mendoj unë si argument mungesa kapaciteteve, nga se kur shteti e sheh me interes dhe me rëndësi me ngrit diçka, me rregullu diçka, duhet të krijoj edhe kapacitetet e duhura. Për shembull, një ligj, kur vjen një ligj i ri, ajo duhet të shkohet edhe impakti financiar dhe resurseve humane.